tetori vjen me ndryshime pozitive për disa shenja të horoskopit. Sipas parashikimeve astrologjike, 3 shenja do të përjetojnë një periudhë fati plot mundësi të reja dhe surpriza të këndshme në jetën personale dhe profesionale. Nëse i përkisni njërës prej tyre, muaji që po afron mund të jetë magjik. Luani. Tetori do t'i sjellë luanëve shumë mundësi për zhvillim si në plan personal ashtu edhe profesional. Aftësitë udhëheqëse do të jenë në fokus, duke i ndihmuar të përballojnë sfidat me sukses. Në aspektin financiar, priten të ardhurat të papritura dhe marrëveshje fitimprurse, që mund të bëhen baza për suksese të mëtejshme. Mbështetja nga persona të papritur do të jetë një tjetër faktor pozitiv, por fati do t'i buzëqesh vetëm atyre që janë gati të veprojnë. Shigjetari. Për shigjetarët, tetori sjell frymëzim, zhvillim të brendshëm dhe njohje të reja. Kureshtja do t'i ndihmojë të zbulojnë projekte të reja dhe mundësi të reja që do t'i çojnë drejt rritjes personale. Udhëtimet, mësimi dhe aktivitetet krijuese do të jenë në qendër të vëmendjes, ndërsa lajmet të mira priten të ndikojnë pozitivisht në të ardhmen. Astrologët rekomandojnë që shigjetarët ta shfrytëzojnë sa më shumë këtë periudhë të favorshme. Briciapi. Tetori sjell stabilitet dhe vetbesim për briciapët. Përpjekjet e mëparshme do të fillojnë të japin fryte, qoftë në karrierë apo në marrëdhënie personale. Vendimet financiare do të jenë të suksesshme, sidomos nëse merren me kujdes dhe qëndrueshmëri. Ky muaj është gjithashtu i përshtatshëm për të forcuar marrëdhëniet me njerëz të rëndësishëm në jetën e tyre. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.